por ama është evidente që jo zonja Balluku, por kushdo tjetër në kushtet e një mundësive që dhe pagave dhe të ardhurave që ata kanë në të gjithë muajin ose të ardhurat e tyre vjetore, mendoj që i kanë përcejnë normalitetin, e ka përcejnë edhe çdo lloj mendimi që ne kemi për sa i përket pasurisë. Ata padyshim që shpenzimet e çdo politikani shqiptar janë shpenzimet të cilat unë mendoj se nuk e justifikojnë për pagat që ata marrin apo të ardhurat që ata kanë. Kështu që edhe zonja Balluku nuk besoj se do ketë përjashtime ku mundet edhe të faktohet, mundet jo, nuk e dim, nëse do ketë të ardhurat jashtëligjshme si përfitime këto nga ushtrimi i pushtetit. Së fundmi janë zbuluar, pra ose kanë dalë në dritë edhe përgjime të tjera në mënyrën se si funksionojnë dhënia e tenderave në rastin e dosjes së Belinda Ballukut, ku ka dalë në dritë përgjimet e ish-drejtorit të ARSH-s Ervis Berberi në raport me një biznesmen të caktuar sa i përket caktimit të tenderave. Duke e parë në dritën e aspektit si njeri i drejtësisë, çfarë do të thotë kjo lloj mënyre e komunikimit që vendosen caktimi i tenderave në bazë të njohurve apo në bazë të miqësive? Duhet t'i themi publikut diçka. Duhet që ta kuptoj. Mesazhet, telefonatat dhe çdo lloj diskutimi tjetër nuk janë prova, janë mjeti që të çojnë tek prova. Padyshim, nëse këto do kur gërshërtohen ose kryqëzohen njëri me tjetrin dhe arrihet që pas asaj telefonate, pas atij përgjimi ose pas atij mesazhi po deshet ti ka patur veprime konkrete, janë materializuar telefonatat dhe biseda telefonike apo mesazhet me veprime konkrete, qofshin këto me pasuri të luajshme, pa luajshme, me përfitime nga persona të tretë, atëherë dhe kjo vërtetohet, padyshim që kemi vepër penale dhe nëse është kështu dhe do i besojmë telefonatave për të cilët apo biseda telefonike, mesazhe për të cilët janë bërë disa prej tyre janë bërë publike, atëherë i bën që ato trajtohet për grupin strukturuar kriminal, sepse nëse veprimet kanë qenë në formën e bashkëpunimit, atëherë i bën që kemi një grup strukturuar kriminal. Dhe grupi strukturuar kriminal në bazë të dispozitave ligjore i nderuar parashikon 4 kritere. Kriteret janë organizimi, funksionimi, qëndrueshmëria dhe koshtriria dhe kohëzgjatja. Dhe kështu që nëse këto 4 kritere përmbushen nga këta, atëherë jemi përpara grupit të strukturuar kriminal. Nëse telefonatat dhe veprimet e zonjës Balluku me varësit e saj kanë qenë të shtrira në kohë, kanë pasur qëndrueshmëri, kanë pasur veprime konkrete, atëherë edhe vetë prokuroria dhe gjykata nuk mund ta shmangi këtë vepër penale. Prandaj që unë mendoj se duhet ja lëmë me hetimeve, pra duhet ja lëmë pas hetimore, ne dim shumë pak. Ne kemi dëgjuar vetëm disa në media kanë dalë disa pasazhe në kuptimin e përgjimeve, por kur ballafaqohen përgjimet pastaj me provat reale, me ato që disponohen nga avokatët apo nga prokuroria, sepse provat janë ato të cilat provat shkretore që ne i prekim me dorë fizike, që bëjmë krahasimin e telefonatave, atëherë mundet të analizojnë më thellë nëse ka vepër penale ose jo. Unë nuk besoj shumë tek organi i procedurës, këtë për shkak të punës që unë bëj, sepse unë kam 3-4 njerëz klientë të rëndësishëm duke nisur nga presidenti i Republikës, për të cilin e njëjta mënyrë u përdor ndaj tij, u hoti bank për pasuri të luajshme, pa luajshme në Ghana, në Kenya, ku dëgjon çat natyrës, dhe nga hetimi 34 vjeçar që është për zotit Meta, rezultoi një fluks kapuni sepse zero pasuri të luajshme, zero pasuri të paluajshme. Kështu që e thash këtë gjë për të sjellë në vëmendje të publikut që duhet padyshim që të presim hetimet, të presim hetimet jo vetëm nga pikpamja e organit procedurës, por
edhe pse jo dhe të marrin parasysh edhe prezumimin e pavojësisë derisa të flasë gjykata me një vendim përfundimtar të formës të prerë. Unë nuk jam hyrë tek ata avokat që bëj populizëm, sepse populizmi dëmton jo vetëm i jep publikut një ushqim të helmuar, por në fakt realiteti qëndron krejt ndryshe. Nuk po them që zonja Balluku është e fajshme ose e papajshme, por them që është mirë që kur diskutojmë, padyshim të kemi parasysh në mendjen tonë edhe prezumimin e pavojësisë derisa gjykata të japë vendim përfundimtar të formës prerë. Zoti Cakerni, duke qenë se tashmë ka rënë Erion Veliaj, por edhe sfundmi Belinda Balluku, kush e ka radhën sipas jush sa i përket raportit të drejtësisë me qeverinë e kryeministrit Edi Rama? Shiko, unë jam i bindur nëse prokuroria për të zbardhur, jo për arrestimet se në gjeraksia në tyre, për të zbardhur rrethanat e të gjithë këtyre fakteve ngjarjeve, sepse ne kemi një ish ministre tjetër që është zonja Krifsa, e cila në momentin që ajo drejtoi ministrinë, po jo vetëm dhe AZBR-n, pati abuzime të mëdha me fondet e taksapaguzëve evropian, siç ishte IPARD-i 2, për të cilën ata kanë bllokuar edhe fondet për IPARD 3 kështu me radhë, ku fermerët shqiptar po vuajnë këto pasoja. Kështu që edhe ajo është një krim shumë i madh, një vjedhje e abuzim shumë i madh nëse do jetë i tillë. Kështu që unë mendoj se nëse nuk thirret dhe nuk pyetet zoti Rama, është kyçi, është njeriu i cili ka votuar qytetarët, por nuk trokitet te dera e kryeministrisë, oficerët e BK-s, ose nuk e thirrën atë në prokurorinë posaçme, unë mendoj se asgjë nuk ka për të zbardhur, do mbetet gjithmonë e pa zbardhur një ngjarje, një akuzë penale. Kështu që kryeministri i vendit është person i cili mundet të jap informacione të vlefshme, mund të di mund mos di, mund të pyetet për rrethana faktesh, ngjarjesh e kështu me radhë, sepse është ai i cili i ka zgjedhur këta, është ai i cili ka deleguar punën te këta, është ai që ka menaxhuar. Ne jetojmë në një autokraci dhe autokrati është e pamundur që mos i di gjitha veprimet. Zoti Rama ja ka dhënë luksin vetes që edhe ndërtimet mbi peskate në gjithë Shqipërinë të jap ai leje. Kështu që kur ai kontrollon gjitha institucionet, nuk ka informacion çfarë bën sponsorët e tij ose çfarë bën ministri i tij, kështu që në kuptim të kësaj mendoj se për të zbardhur të gjitha këto afera, që këta janë korruptive ose jo, padyshim që personi ky që duhet thirrur është kryeministri. Pa thirrjen e kryeministrit është e pamundur që hetimi të jetë i plot dhe gjithë përfshirë. Por nuk është një habi e madhe si thirrë zotin Berisha për 20 janari që ka djeni ose s'ka djeni për rrethanat e ngjarjes, kështu që mund të thirrësh edhe kryeministri shqiptar për gjithë këto afera korruptive, sepse drejt që ta marri, ikën arratiset një zvës kryeministër, arrestohet një ish-ministër shëndetësie, me përgjegjësie penale një ministër tjetër, gjithë këta drejtorish e kështu me radhë, së fundmi ju arrestua ministri brendshëm dikur atëre, tani zvës kryeministria merr përgjegjësi penale për afera çmendurisht të mëdha, padyshim të paprovuara se do i provojë gjykata me vendimin e saj, por akuzohet. Dhe kryeministri padyshim duhet të është njeriu i cili duhet të pyetet. Ky është normaliteti i veprimeve hetimore e një prokurorie të pavarur. Zoti Cakerni, dhe i pyetje fundit, si mendoni sa rrezikon Edi Rama nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë se një prej miqve të tij, të cilën e priti dhe në kryeministri, siç ishte Luftar Hysa, është vendosur në sanksione së bashku me familjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës sa i përket luftës kundër trafikut të drogës, duke qenë se ai dyshohet se është bashkëpunëtor i kartelit Sinaloa në Meksik. Shiko, kjo është një çështje që është përfolur dhe më parë. Zoti Rama edhe në emisionet investigative që ka patur Rai 3 apo jo vetëm, po edhe Arte së fundmi, një televizion europian, zoti Rama e ka pranuar takimin dhe dhënien e lejes së licencës për zotërinë në fjalë. Problemi qëndron që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Trump është i vetmi president që ka shpallur luftë karteleve. Dhe padyshim që ata të cilët janë të lidhur me kartelet do kenë pasojat e tyre për sa i përket me marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Duhet të kuptoni diçka ju mediat që ne kemi afërsisht mbi 10 muaj që kur është ndryshuar administrata e Shtetet Bashkuara, që Shqipëria i ka marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara zero, përveç se prokuroria e posaçme, prokurorët zoti Tumani që ka shkuar një herë apo dy herë në departament të shtetit, ose ka ardhur edhe një të dërguar që kanë shkuar në SPAK, kanë takuar madje këtu edhe opozitën dhe disa personalitetet e Partisë Socialiste, por jo kryeministri Rama dhe asnjë bashkëpunëtor të tij në kuptimin e ngushtë, por ka takuar zoti Peleshi, sekretar i Kuvendit. Dhe ky menjanim dhe kjo ftohtësi që kanë Shtetet e Bashkuara me zotin Rama, unë mendoj se është një hall shumë i madh që ka zënë zoti Rama, por kjo nuk është halli për këtë, është halli edhe gjithë shqiptarëve, sepse fundi fundit ne jetojmë në këtë vend, jetojmë në këtë republikë dhe nuk është mirë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta shikojnë kryeministrin ton ose në mendimin e tyre të pashprehur ta analizojnë atë si një njerëz të lidhur me krimin e organizuar. Se kjo është fatale dhe do ta dëmtonte shumë imazhin e Shqipërisë. Gjithsesi, unë sot mund ta them në analiza e fakteve që sot Shqipëria me Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka marrëdhëniet krejtësisht inekzistente. Këtu nuk ka ambasador, këtu nuk ka ardhur një zyrtar i lartë, këtu nuk ka ardhur një shënjurimi qoftë për zgjedhjet e 11 majit apo një urim e kështu me radhë. Nuk e di nëse do ketë një urim për sa i përket ditës së flamurit, datës 28 nëntor që vjen pas disa ditësh. Gjithsesi, situata me Shtetet Bashkuara është shumë kritike dhe unë mendoj që zoti Rama nuk i ka mirë punët me Shtetet e Bashkuara, me politikën, por besoj dhe me drejtsinë amerikane. Zoti Cakrani, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve, kënaqësi si gjithmonë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.